Ramaj, pronari Farmstublës dhe pronari Frank Saus. Mirë se keni ardhur. Me farmën kemi fillu me 28 nëntor para 10 viteve, ndërsa me restoran me 26 dhjetor para 5 viteve. Janë 2 data cilat e kanë paka shumë një do me thonje të vetën, 28 nëndori dihet çfarë feste është, edhe 26 dhjetori o dita e dytë e Krishtlindjeve. Ideja ka qenë në Amerikë, kam qenë për një vizitë të domeq atje në Detroit, edhe në shajt një drejket mirë, ai që në ka thirë atje, ftoj me shku me marrë një gecë në një farmë ku e ka edhe farmën, edhe thertorën, edhe përpunimin, edhe gjitha. Në mungesë të asaj e cila në Kosovë, aty më ka lind ideja për ta bën një farmë tillë në Kosovë. Fatkeqësisht s'ka pas farma derave, edhe për festa, për sanën neve nuk dashke me shku ose në Shkup ose dikon tjetër për mu furnizu. Po edhe sasinat kanë qenë të limitume për çështje doganore, për çështje procedurale, për misht frest, është kanë shumë problem me u furnizu. Edhe thjesht aty më ka lind ideja, pas asaj që jemi kthy në Kosovë, në bashkëpunim me Fakultetin e Bujqësisë me disa profesor, në veçanti Skënder Muja ka qenë dekani fakultetit, ka qitë në lidhje me Institutin e Veterinës Berlinit, edhe më ka këshillu që është ma mirë me shiqu një projekt me bo diku në Evropë, ose në Gjermani, ose në Austri. Atëherë rom në kontakt me Institutin e Veterinës Berlinit përmes Bardhyl Nocit, profesor në fakultet, ai ka doktoru në Berlin, na krijoi lidhjet edhe shku në Berlin, atëherë ata na kanë bë projektin për formën e derave në formë profesionale me standarde të EU-s. Gradualisht kemë fillu me implementu projektin, pas asaj edhe thertorën, edhe përpunimin e në fund edhe restoranin. Si pjesë degustative produkteve cilat na i kemë, si produkte derë, me pas mundësin edhe me degustu para se me blej një klient. Pra po kthejnë atë fakulteti, profesorët e kanë pritë shumë mirë, Fakulteti i Bujqësisë e ka pritë shumë mirë, Agjencia Veterinës e ka pritë shumë mirë, që mujmë i falenderu edhe sot, edhe pse u bo një punë që 10 vite. Gjithmonë kanë qenë ofër bashkëpunimit, ofër mundësive për implementim edhe entrega dhe të kualitetit edhe të kontrollit veterinare dhe të gjitha. Edhe profesorët i kanë pru studentët në trajnime, mirë po, por deri sa mundoshtje për me mbajt një cilësi, s'po thojmë që na jemi atë mirë, në rajon, mirë po me ato ti e dëshmon që çdo sa në ka funksionon edhe o ka shkon në rregull. Na je mundu me i respektu rregullat, cilat na kanë rekomandu Instituti Veterinës edhe Agjencia Veterinës, këshillat e profesorëve. Kjo ka dalë një rezultat që u shprit edhe nga klientela jashtëzakonisht mirë. Njerëzit vinë për cilësi, sepse na ato të cilën e shërbejmë për klienta, e shërbejmë edhe vetë për familjar, punoj me familje, me bashkëshortën, me fëmijët, kena staf edhe tjetër, dhe staf ndëms, mirë po ajo që klientat e kënë vrejt që njihen të sigurt, e shohin që cilësia është e larë se ti vetë e konsumon. E ki një kontrol, e ki një garancion të mirë. Pjesa tjetër, i kena klientela dhe të ambasadës, të Amerikës, të Anglisë, të Këforit, që vinë edhe marrin ko pas ko edhe mesh, vinë edhe drekojnë, edhe bojnë takime pune, tash edhe ata, është një arsye pse vinë. Projekti është dikon për 5.000 krerë në vetë, mirë po
na nuk kina shku në numra shumë të mdhaj, po numra të kontrollueshëm. Nuk ka që jem frigun nga tregu, mirë po kem dosh me post sigurt ato të cilën e kemi. Kina më rrini numër të konsiderueshëm, deri në 4.500 në vetë, po ka pos ku që ka pos edhe ramje për arsye të smundjeve të virusave që ka qenë një virus afrikan, tash nuk po më kujtohet emri i saktë i gripit derave, fatbarësisht në bashkëpunim me Agjencinë e Veterinës, si objekt karantinë që na kina pas çdo herë për mos lejimin e mundësive të bartjeve të bakterjes ose të smundjeve, projektin gjermën të kanë bënë me standarde, edhe na kem shpëtu pa ra ai grip. Fatkeqësisht njerëz që kanë mbajt privat, këtu që kanë formë ose të vogla me kadhet dera ose edhe ma shumë, ju kanë ngordh, se ai virus ka qenë, po ra virusi, për 24 orë kanë ngordh gjithë. Mirë po fatbarësisht të ne të i respektu rregullat edhe rekomandimet cilat neve na kanë preferu, na kemë shtu pa pasoja me fatalitet, mirë po u dasht me reduktu numrin, tash edhe cikli i prodhimit e ka një afat se nuk mund me mojt një genetik ma shumë se 5 vjetë. Na prap e kemi marrë riprodhimin edhe një herë pe Austrisë, kemi marrë paradosa të reja për riprodhim, kështu që jem të punu me cilësi, me kualitet. Numrat janë numra, po kualiteti, cilësia është më rëndësishme se numri. Nuk ka më rëndësi sa fiton, o më rëndësi si punon. Çdo punë që punon, patjetër që ka përfitime. Mirë po, kjo ma shumë një punë që bëhet relax, që e do, edhe pëmsohen disa njerëz, pëmsohen bujqit e kanë drithrat e garantume, e kanë mishin klienta që e blejnë të garantum, o më rëndësi cilësia, nuk o më rëndësi përfitimi. Çdo punë nëse punon ka përfitime. Se i përket çështjes me fitu, fiton, po nuk ka shumë rëndësi sa fiton, po si punon. Edhe pse bujqësia në Kosovë është të shku ka e mora e mira, o të vejdisu qytetari që është profitabile, fitim prurse, pavarësisht a punon me dera, a me kafshë tjera, me lopa, me viqa, me majmëri, viqave, pula, keshka, llogaria, nëse punon çdo hera. Nuk jam ekspert i thirrur për me ditë sa fitohet, është kontabilisti, janë sene që i kryjnë, e jem jo, familja është e punësume, krejt familja punojmë, edhe kjo është fitimi më i madhe. Në kushte normale, nuk është e obligueshme me shku, punëtor të cilët i kemë që punojnë aty. Ata janë familjarizu edhe me punën me neve, edhe me punën me kafshë. Mirë po, ajo që të bën përshtypje me shku, çdo herë një mungesë nëse nuk shkoj. Mirë po, për me shku në farm, çdo herë është një procedurë e veshjes të garderobës, e çështjes dezinfektimit, e procedurave teknike, thjesht po them, kështu që dëshira është me shku, po nuk shkoj çdo ditë. Shkon punëtori, i ka punët e veta, e di çka ka me bë, edhe ka përkujdesin në nivelin më të mirë, të mundshëm me përkushtim. Fillimi ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Njerëzit me dëshirë kanë prit kur hapët. Kur hapët, edhe ka fillu një punë, restorani nuk ka kapacitet madh, ka dikon rreth 100 ulse. Mirë po për ahengjet të vogla familjare, ditëlindje, ahengjet të ndryshme, festa. Si restoran na punojmë krejt familja, ma shumë klientela familjare. Nuk ka ndaj restoran që shkojnë me pija, me udeha, me thyjnë gota, me bon që 5 vjetë që punojmë, asë një problem ma i vogli, asë ndërmjet klientave në zveti, asë me kamarjera, asë shka pas kur. Ta është
të bjeme në kuptu që është shumë në rregull. Vinë, kryjnë shërbimet, vazhdojnë, vinë tjerë, na e kena të fillu prej paragjellave që i bojnë përshutat vetë. Përshutat i bojnë me temperaturë të ftoftë që kanë procesin minimumi 60 ditë në proces tharjes, me tymosje, po me temperaturë të ftoftë. Tu fillu pej paragjellave përshutave, salatën e kem një model që e ka bo vetë kuzhinjerja bashortja, që e preferojnë shumë. Pjesa tjetër është mishi i derit, po ma shumë i furrës kërkohet pej klientave. Klientat e kanë vlerësu se sa i zgarës. Pjesa tjetër është menuja e viçit, e pulës, është pesto, po këto trijat parat janë ma shumë të kërkushme. Në mungesë të dijes, ma herët kom punu me ndërtimtari. Mirë, po për me ditë vlerën e punës, ja di vlerën që 10 vite që punoj me familje. Ajo me punu me familje relax. Edhe uroj që çdo biznes që bizneset vogla, që kjo biznes i vogël, nuk ka ndonjë biznes shumë i zgjeruar, punën e parë uroj ta bojnë me familje. Kur të nisësh bazë ki familjen, atëherë krejt senet të shkojnë marrë mirë, që thoj një fjalë popullore, kish bekim puna me familje. Kështu që jo mirë, po jashtëzakonisht mirë. Tash nevojat mësojnë, mirë, po na kemi pas edhe një teknolog gjerman për çështje të procedurave të përgatitjeve të mishit, të tharjes, të marinimit, të soseve, që kur neve në ka kry ato trajnime, edhe unë kam qenë prezent, nuk ka që nuk më shkojnë për dorë edhe mu, mirë po kompetenca dhe përgjithësia është te kuzhinjerja. E une sot muj me një mu, shtu në pare mi jam djallin ngushëm, ngaj kur të mbje mirë, normal, edhe është shumë e letë edhe po një mëj, sot mundem një mëj. Me qëfë s'kisha dollë prej kuzhinës, se kur e kam bashortën atë, jam ma i knashtë, ta na punë bonë vetë. Nuk mund ta marrë të logjikshme me thonë se është e vështirë. Se kur bon ti punë me qef, nuk ka punë të vështirë. Ata se kanë marrë këtë punë absolut me vështërsi, për kanë marrë me qef. Kështu që pjesa e vështërsive nuk ka komand. S'di qysh muj me thonë që ka probleme, kur s'ka hiq. E bojnë me qef klientat, ju në ambientu, do me thonë, po mos tjenë fëmija e familja dhe klientat nuk vinë nëse paka shumë nuk gjindët dikush pej familjarëve këto. Kështu që këta me shumë qef e bojnë se klientelin e kanë shumë mirë. Ajo cila në ka bo për shtypje, ka shumë raste, po një prej rasteve që të dielën e ka varrimin një kroat. Këtu Letnic, një fshat është Sheshar, edhe këta i në shpërngull në viteve 90-ta, pas luftës në Kroaci. I në konë rreth 10.000 banor, edhe e ka i shlon testament mu varros këtu. Edhe pse që 30 vite ata ju në shpërngull për i këtu nhit, nuk di raste cilët dikun e kanë pru për atjehit. Mirë po, kjo e kishlon një testament mu varros këtu edhe drekën me hongër në Friends House. Kjo më ka bo për shtypje shumë, se për senet, për shambull, darsmën e planifikon, senet tjera i planifikon, po për vdekje, me lonë testament, drekën me hongër në Friends House, mu ka do pak ma delikatese, edhe në shajt respektit të ndjerit, për thamë, që nuk e njof kusha, komu mundu me jabon një drejk ose një nder maksimum qatë sodime dhe muj. Edhe pse rast vdekje, mirë po edhe vdekja ka arenin e vetë edhe vlerën e vetë, procedurën e vetë. Jo, fëmijët e mi jo, definitivisht edhe pse janë shtetas kroat, gjithë dhe mujnë me shku, mirë po ajo cila
duhet mu ndërtu, ma mirë se mu ndërtu në vendin tonë dhe me pas perspektivën në vendin tonë, nuk e shohi që i bën përshtypje dikon me belshu vendin. Absolut, nuk vjen në konsiderim kjo temë diskutimit përveç se njerëzit që janë jashtë gjithmonë ju ofrojnë mundësi me thonë kthehu, japi një propozim, bënë një formë, punë një diçka, investoni në vendin e ju. Kjo mund mi shty për mbe kthy njerëz me jetu, edhe pse Kroat kanë fillu mu kthy, kanë fillu mu kthy në Letnis, kanë fillu me marru shtëpia, kanë fillu me marru një hotel për 15 kushti që dita zojës vinë shumë, edhe me pas objektet e veta. Pjesa tjetër është që dole me bëdhe një parti tre, me regjistru ose me reaktivizu partin që e kanë pas, për me qenë pjesë edhe e zgjedhjeve qëndrore kur bëndë dhe komunale si minoritet kroat, me mujtë me qenë një deputet në Parlamentin e Kosovës si minoritet. Edhe pse Kroacia është pjesë e Bashkimit Evropian, për neve si Kosovë kish me qenë ndërë me pas si minoritet edhe kroat. Edhe interesimi i tyne me siguri është sjellja, afërsia e njerëzve këto që janë, edhe ata as nuk i kanë qitë tokat, edhe çdo vit ka 5-6 shtëpia janë të i marru një pas në vendin e vetë. Mirë që po kthehen, po uroj të kthehen edhe komuniteti shqiptar tonë, sa ma shumë më kthy, se për me dal jashtë, atë punë të metë nuk e menojnë kur. Po çdo herë du të me shku në progres. Kena projekte cilat mujna i kena në plan me u zgjeru. Mirë po ato t'ja lëm kohën, s'ka daldale, që shkina fillu prej shtallës të thertoria, të fabrikat, të restoranit, tash kem pjesë tjera, edhe kem tokë që mendojmë të ardhën mi bën dhe disa bujtina, thjesht, se veni është një vend kodrinë malor, është shkolla po Shqipe në Stubull, pej fshatit ku jemi tani, është kisha ku Nën Tereza, kisha Letnicës, ku Nën Tereza ka marrë vendim për motën deri, është dvori i pagzusit të Nën Terezës Don Zeframaj, që është i varrosur në Stubull, që e ka pagzuar Nën Terezën në Shkop. Janë varrezat e martirëve të Karadakut, është sheshi i martirëve të Karadakut, që në këtë zonë e vizitojnë së paku 200.000 vizitorë në vetë. Për flas si zonë, Stubull, Letnicë. Tash, nevojat janë çdo herë me pas bujtina, lypin, a ka vend me fjetë, edhe pse shumicën e rasteve, jo vetëm unë si familje, po edhe shumë stublan ju lëshojnë njerëzve edhe pa pare, thëmë shumë shlirë, jo edhe po çdo herë pa pare, në 2 net vinë me vizitu vendet si mundësi cilët ju ofrojnë vizitorve, se vizitor ka të ndryshëm, ka dhe ndërkombëtar, ka franceze, ka kroate, ka gjermane, ka italiane, ka vendore, ka pej shteteve fqenë, pej Maqedonisë, pej Shqipnisë, pej Malizi, pej gjithandej që minimumi 200.000 vizitore vizitojnë këtë vend. Tash, në të ardhën e kemë plan gradualisht mi bën dhe disa bujtina për jashtë familjar që me pas mundësi edhe ku mu ushqy, edhe ku me fjetë, edhe ku me pushu, edhe me pas sa ma ofër venin ku mujnë me vizitu këto pika cilat janë shumë të rëndësishme për vizitorë.